Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte do të kemi të ftuar analistin Arben Andoni dhe njëkohësisht kontributori i emisionit Xhiro me Syqin, që është deri ndonjë që të kemi një kontributor si Ben Andoni, një nga analistët ose mund të them më i mirë paktën për çështjet e Ballkanit. Ben, s'po drejtohem me zoti Andoni. Patjetër. Dhe vetë njohjen tonë për patjetër. Ben, si e pa zhvillimin e fundit gjykatës kushtetuese për pezullimin e zënës kryeministës Balluku dhe replikat në distancë të kryeministrit me patllaket e BKH-s? Po. Çfarë po ndodh në politikën shqiptare mbas sa muajsh që Partia Socialiste fitoi një mandat shumë të fuqishëm me 83 vota, duket sikur kjo po kthehet në një si tjegulla e pirës e pirit ky mandat. Qartë. Në fakt ka një postulat në filozofinë politike që pushteti i madh të korrupton. Pushteti i madh i tepërt të korrupton absolutisht. Dhe kjo po i ndodh zotit Rama. Duke pasur parasysh që ati duhet të drejtojë fatet e vendit nëpërmjet grupit të tij të Partisë Socialiste dhe në një objektiv të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, që deri në vitin 2027 tashmë hapjen maratonike që ka bërë të 35 kapituj ta mbylli për 2 vjet, që e pa imagjinuar, ta bëj pikërisht me këta njerëz. Ka qenë një vështrim publik për sa i përket pikërisht asaj që zotit Rama i është thënë vazhdimisht, që duhet të drejtonte me individ të cilët kishin një lloj respekti për administratën, ishin pa përfolur dhe mbi të gjitha përballë pushtetit shumë të madh që po merr Spaku, ti ishte i kujdesshëm. Zoti Rama këtë nuk e respektoi, sidomos në rastin e zonës Balluku. Dhe provat u dhan. Kishte kohë që flitej që tuneli i Llogaras, i cili është bërë gati një kohë rekord, përmbante problematika të mëdha. Por ndërkohë problematika ishin parë edhe për Unazën e Tiranës, e cila sot e kësaj dite ka probleme në funksionalizimin e saj dhe projektet të tjera. Këtu për shembull do përmendim 2 anijet energjisë që janë të ankoruara dhe që prodhojnë të themi marrje parash nga buxheti i shtetit, por që nuk po përkthejnë interesa për vendin tonë. Të gjitha këto i adresoheshin figurës e cila mori pushtet të jashtëzakonshëm edhe kur ishte zoti Veliaj. Zoti Veliaj. Në këtë rast e gjendur përballë këtij fakti, zoti Rama i gjendur personalisht përballë situatave që me sa duket o nuk di ti menaxhoj, o nuk do ti menaxhoj, u vu përballë verdiktit të gjykatës. Institucioni i cili pak e zonja Balluku si funksionare publike që kishte abuzuar për tenderat dhe nga ana tjetër figura e saj kishte probleme në një seri përgjimesh që u bën. Këtu ndoshta është çështje tjetër për të folur për etikën e përgjimeve kanë edhe që jepen medias. Jo, mund të flasë se është e rëndësishme edhe kjo. Kjo nuk është fare e ndershme. E para sepse organet e drejtësisë duhet të mbajnë për vete dhe duhet të jenë sa më të përgatitura përballë individëve të cilët përgjohen, sepse ata jo vetëm të shantazhojnë, por do gjejnë gjitha mënyrat për të mbrojtur. Por ka dhe një respekt për njeriu të cilin ti e vendos në hetim. Të them një element për shembull, BBC-a Miloševićit i thoshte zoti Milošević deri në fund, sepse nuk ishte marrë dënim. Kjo është një etik mediale e cila Shqipëria duhet të mësoj shumë. Ata e dinin shumë më mirë se kush ishte Miloševići, ata i vunë dërmën. Se anglezët ishin ata që firmosën në Kumanov. Ajo që themi vazhdimisht duhet të respektosh procedurat. Dhe shteti është procedurë. Dhe ne, unë mendoj, si drejtësia, si shteti, si administrata, ne nuk respektojmë procedura. Ne jemi me ura, burra dhe mendoj që edhe Spaku, edhe BKH-ja po veprojnë
në një frymë revolucionare, më thoj, za, Po, që do të dëmtoj edhe proceset gjyqësore, mendoj. Do të them këtu një element. Ka një problem në këtë që thoni ju, që do të thotë, në qoftë se ti merresh me procedurën, duhet të respektosh edhe personalisht të gjitha elementët që të çojnë te procedura. Patjetër. Çfarë? E para, vërtet e vendos këtë personazh të lartë, e ndalon të ushtrojë funksionet, por ti nuk e pse të bësh të dukshme përgjime, sepse është respekt për institucionet, respekt edhe për individin. Por rujtje e individit, e privatësisë individit. E privatësisë. Në qoftë se ti ke çështje, ti e di shumë mirë, unë e di se kam jetuar me edhe një kriminal që ka bërë vrasje, përgjimet private nuk i nxirren. Nuk i nxirren se megjithëse është kriminal, ruhet, domethënë, ajo me sa po kuptoj zoti Demaliej, kam përshtypjen se ky lloj modaliteti i është dhënë nga të huajt si model njerëzve të spagut. Pse? Duke ditur antropologjinë e popullit tonë, që është popull që flet shumë. Një popull i cili në kohën e komunizmit ka dënuar njerëz me opinion publik, duke thirrë tradhtarë litar, me turma. E ka gjetur si element efikas për t'i paraprirë çështjeve të tilla. Këtu i gjej përgjigjen, është një përgjigje që gjej në arsyetim logjik, jo në arsyetim faktik, sepse nuk e dim se çfarë po ndodh. Unë mendoj se jemi një popull që kënaqemi më shumë me çlirimin e mbledhjeve dhe urrëties se sa punojmë dhe ndërtojmë dhe do të kënaqeshim me ndërtimin e shtetit të drejtës. Qartë. Dhe zoti Rama u kap një element i cili për hir të vërtetës është një element që e mbron. Sensin e ruajtjes së ekuilibrave në shtet. Po, e kisha thënë ekzekutivi nuk mund ta prekësh. Po. Sepse pezullon për këtë. Por, nga ana tjetër, një individ i cili ka probleme të tilla, është e pamundur ta frenosh në mënyra të tjera, dhe këtu zoti Rama me vizionin e tij, me përvojën, se tani nuk mund të thuash për zotin Rama që s'ka përvojë, duhet ta kishe parapar komo përpara që një individ të tillë mos t'i linte këtë portofol kaq të lartë, sepse është nga portofolet më të mëdha të ekzekutivit të vendit. Megjithatë, ai ka bërë betejën e ekzekutivit, institucionit të vet, dhe ky shërben edhe njerëzve të Partisë Demokratike nëse do vinë në pushtet. Se do të ishte një precedent i keq apo jo, Ben? Do ishte precedent i keq. Po ta aprovonte gjykata kështu, do kthej normë dhe pastaj çdo hetues mund shkarkonte një ministër apo kryeministër. Patjetër, por në këtë rast jemi koshient në qoftë se ato përgjime janë të vërteta që zonja Balluku kishte kaluar çdo lloj mase. Dhe hidhemi tash tek pjesa e BK-s. Ka kohë që autoritetet duan të shkojnë në kryeministri. Dhe unë nuk e besoj komplet variantin e zotit Rama, për arsyen e vete se njerëzit të cilët janë institucionet të tilla i dinë shumë mirë procedurat. I dinë jashtëzakonisht mirë sepse jo vetëm kanë bërë trajnime, por nga ana tjetër janë njerëz të cilët me kohë janë përgatitur për situacione të tilla, sidomos të përballesh me kreun e ekzekutivit. Duhet të jesh. Por mënyra se si zoti Rama foli, në mendimin tim ishte jo normale. Dhe përgjigjja që mori pastaj nga autoritetet e BK-s është më besueshme sepse është dokument zyrtar, ndërsa zoti Rama e tha në podcast, duhet të ndajmë institucionin, thëniet e institucionit me gjërat që ashtu. Dhe zoti Rama nga ana e tij po e ushqen publikun me narrativën e vet. Dhe shqetësimi publik në orët e fundit është kjo që ju e ngrini me të drejtë, ku po shkon vendi jon. Domethënë ke një individ si zëvendës kryeministra që sot është kërkuar heqja e mandatit, do përcjellet tashmë nga kreu i kuvendit që shkon në komisionin e mandateve, ata do vendosin mbledhjen dhe pastaj do procedohet. Beni, përse Spaku nuk ndoqi këtë procedurë, domethënë ta dërgonte parlamentit, sepse e dishin që normalisht çdo gjë mund ndodh, po parlamenti nuk do ta aprovojë.
Përse e bën tash mbrapa dhe bëhet dil një lloj karagjozliku edhe ke spaku apo jo? Se ndoqi atë e çojnë gjykatë kushtetuese, kjo ndodh edhe me Vilian që tash është gjykatë kushtetuese. Kjo ka ndodhur në shumë raste të tjera. Pra, përse nxitohet spaku? Për arsyen e vetme që një personazh si zonja Balluku ka dy atribute në të njëjtën kohë. Domethënë, është gati e njëjta gjë si zoti Veliaj. Ka atributin administrativ dhe atributin parlamentar që i zgjedhur. Në atributin parlamentar si i zgjedhur, patjetër duhet të ndjekësh hapat e parlamentit, që është pushtet i cili e kontrollon ekzekutivin. Ndërsa administrativi, ti duhet të jesh i kontrolluar në çdo kohë. Çdo punonjës i administrativit është i përulur para pushtetit gjyqësor. Dhe këtu është ajo pjesa që në mendimin tim vetë zonja Balluku, duke parë këto situata, duhet të jepte dorëheqje. E para do shpëtonte imazhin e njeriu që e ka ngritur në atë post, zotit Rama, dhe e dyta do tregonte diçka për dinjitetin e vet. Dhe pastaj nuk e fuste në këtë ngërç shtetin, sepse ju e dini që kushtetuta lehtësohet edhe me gërm, por lehtësohet edhe me frym. Dhe në këtë rast është lehtësuar zonja e di shumë mirë që me gërm është e favorizuar sepse ka pushtetin si deputete, por me frym nuk i takon. Dhe kjo i ka ndodhur edhe zotit Kurti në Kosovë. Zoti Kurti është kreu i ekzekutivit. Se do të flasim më vonë për zgjedhjen në Kosovë. Por a mendoni se këmbgulja e Ramës për të mbrojtur Belinda Ballukun do të mbroj atë që tham, domethënë për duke e çuar në gjykatë kushtetuese dhe e fitoi, nuk lejoj të fitoj një precedent që mund të bëjë normë nesër, siç e tham, dhe mund të krijoj mund bënte kushdo një grup shteti, sepse e kishte normë, pastaj dhe thonë do të shkarkoj këtë, do të pezulloj këtë, do të pezulloj këtë, do të pezulloj këtë. Tashti, a mendon se Rama për tregu se gjithë këtë veprim e bëri për të ruajtur pavarësinë e pushtetit, duhet ta shkarkojë ai Belinda Ballukun? Kjo është pyetje shumë e mirë, po zoti Rama ka një problem këtu, sepse ndryshe nga ne të dy, ai e di kohë më përpara këtë lloj situate. Duke ditur më përpara këtë lloj situate, duhet të vepronte. Dhe nuk është e kot për shkak që zonja Balluku kur mori goditjen, ka qëndruar disa orë me kryeministrin. Rreth 8 orë me kryeministrin. Dhe u thash edhe një herë tjetër, ajo duhet të kuptojë që ajo është e përkohshme. Ndërsa nuk mbahen mend zëvendës kryeministrat këna. Po, e vërtet. Kurse kryeministri ka pozicion shumë të madh, ka pozicion historik ekzekutiv. Dhe në këtë rast ajo duhet shpëtonte edhe veten e vet, po edhe karrierën e mëvonshme të saj, nëse do ketë ndonjëherë karrierë. Dhe mbi gjitha dhe pozicionin e zotit Rama, i cili po sakrifikon jashtëzakonisht, dhe në këtë moment ka fatin e madh që opozita ka ngelur në një betejë pa sens, pa logjik dhe mbi gjitha pa etik politike. Ne kemi dhe opozitën. Patjetër. Beni, mendon se Rama administrata ka ardhur këtë gjendje sepse Rama ju kushtua shumë, bashkimit evropian, politikës jashtme, lidhjes me ndërkombëtare dhe që të jemi korrekt ka sukses në politikën e jashtme dhe në marrëdhëniet me ndërkombëtarët për çështjen e Shqipërisë për të shkuar Bashkimi Evropian, megjithëse unë jam pesimist, nuk e dija do ekzistojë Europa kështu siç ka nis. Europa bashkuar, se Europa do të ekzistojë. Pra, apo në anën tjetër gjithmonë na ndodh me të gjithë administratat. Mos është në kulturën tonë që punoj si shtetit, duhet vjedhit, duhet korruptoj, domethënë, dhe në këtë kontekst ne kemi mungesë resursës njerëzore për të ardhur ajo që thatë ju në fillim, për të kuptuar detyrën e administratës së shtetit, për të kuptuar kur je shtetar dhe pse je shtetar. Domethënë, kjo është kultura jonë historike, mendoj unë, që prej formimit shtetit shqiptar, që ne shtetin e quajmë si pronë dhe
kap çat kapësh kur jenë pushtet dhe pastaj hik dhe mos dëshkueshmëria në mënyrë permanente për këtë na ka sjell këtu kjo që nuk pyet më njëri. Dhe është e vështirë për një kryeministër që të menaxhojë dhe të krijojë një kulturë të re? Po. Keni shumë të drejtë. Për të krijuar një narrativ politike, të duhet ndihma dhe e instrumentave të ndryshme. Për shembull, një instrument është Akademia e Shkencave. Zoti Rama për interesat e vet ose për çfarë do, la një individ I cili ka shërbyer edhe në Partinë e Punës, shërbeu dhe në tranzicion që ndroi xhaketën dhe më në fund la një parti u katapultua në krye të akademisë. Akademia ishte një institucion ku ti mund të mendoje. Për hir të vërtetës që jemi korrekt, e ke fjalën për Skënder Gjinoshin. Për zotin Gjinoshi, po. Për gjitha jeni korrekt. Po. Por si matematicien ka qenë shumë I zoti dhe ka marrë në Francë, shkëlqyshëm dhe bëri një reformë në para 90-s, reformë shumë të mirë në universitet. Do them diçka. Por dalim ke ajo që mënyra se si e ka përdorur pushtetin është pastaj. Ka pasur profesor të tjerë të cilët neve nuk ja përmendim dhe emrat sot, për shembull si profesor Kuneshka dhe të tjerë. Disa nga ata, njëri nga ata në mos gaboj ose Kuneshka vet ka qenë nxënës I Kyrive. Ata po kanë qenë matematician. Ky dhe për shkak të politikës e kështu e kuptoni se babai vetë ka qenë funksionar aty. Dhe patjetër që do bënte diçka në atë kohë. Por ajo që përcolli mbas 90-s, kur kishte një lloj lirie mendimi dhe tjera, e tregoi që nuk kishte diferencë madhe me atë. Po të afrohemi tek teza jonë. Duhet ishin partitë politike, po të kishin demokraci të brendshme. Ato duhet ishin fidanishtja e parë e përpunimit të mendimit. Duhet ishte universiteti jonë që duke ja ruajtur autonominë, individët që ishin aty të punonin për brez, ajo që është bërë dikur. Dhe të kishte idealistë si ata që ndodhën në vitet 30, Branko Mergjani, Vangjo Koça, edhe të tjerë, për një gjë shumë interesante. Duke ditur që Shqipëria nuk I bënte dot universitetet, organet e shtypit I kthyen në organe gati akademike. Për shumë që tregonin për Kantin, tregonin për shumë për përvjetorin e Descartit, temat të tilla që një shoqëri që ishte 80% ignorante, kjo bënte sens. Vim pas 90-s, është një shoqëri me 90% nuk janë më analfabet. Po, tani kemi kaluar në analfabetismin, po, funksional. Por, dinin të lexonin. Kishin bërë shkolla dhe shkolla me zakonshme ju e dinin. Ne jemi një brez që kemi bërë shkollimin në atë kohë, kishte bazament. Të gjitha këto mekanizma humbën. Dhe feja e cila erdhi sërish në vitin 90, ishte larg atyre parametrave që individët prisin. Për shembull një shembull, përkorja e religionit katolik në veri nuk arriti që ta fashista ato përçarjet e brendshme dhe jo gjakmarrje, ne s'ka gjakmarrje, po hakmarrje që kishin fiset. Do me thënë, ata vrisin dhe në qafë mbanin kryqin. E njëjta gjë ndodhi me njerëzit e Islamit. Ne kemi pas njerëz që kanë shkuar në Siri dhe autoriteti këtu I autoriteti kryesor musliman kishte një sër xhamish që nuk I kontrollonte dot. Dhe kështu pastaj me radhë disa të tjera. Duke humbur këto mekanizma, duke humbur shkollën, duke humbur akademinë, duke humbur religionin, duke u gjendur vendi në përballje të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, humbi individin. Dhe vim tash një individ si Zoti Rama, që ishte nga njëri gati anarkist, dhe jepet pushteti për drejtuar Shqipërinë. Në mendimin tim, Zoti Rama është pjekur dhe emancipuar kur është bërë kryeminist. Ju e mbani mend fillim Zoti Rama me ato veshjet që nuk përshtatej fare. Tani Zoti Rama është një model elegance kur e shikon Dhe ishte krejt tjetër më parë sepse akoma nuk arrinte të kuptonte që një funksionar publik se kishte strukturën e tij anarkiste rebele. Kishte strukturë, po shteti ka strukturë tjetër, jam dakord. Ka norma dhe duke humbur këto,
është shumë e pamundur që ti të bësh një shtet, siç e thoni me të drejtë, që ka rezultate në botë, sepse përfaqësohet ai personalisht, por në botë ti duhet përfaqësosh me sharmin tënd nivelin ose emërusin e përbashkët të njerëzve që përfaqëson. Edhe atyre njerëzve që ai i ngacmon gjithkohon Partisë Demokratike, ose atë fshatarin e humbur, ose atë kriminalin, ose ata aventurierin që bën gjithçka. Ti duhet të jesh një amalgame e gjithë tyre. Rama preferoi të tregonte këtë shqiptarin shumë europian, shqiptarin shumë të emancipuar. Por administrata e vet në shumë momente nuk e ndjek dhe me çon ka bërë çudi. Një pjesë e njerëzve që drejton ekzekutivin shqiptar kanë shumë diferencë me njerëzit që drejtojnë poshtë. Për shembull, nuk kanë fuqi njerëzit që janë poshtë në piramidën e shtetit shqiptar të kenë tagër. Për shembull, unë do marr zotin Demaliaj sepse ka ekspertizë për këtë dhe këtë. Dhe dali garant një drejtori e filan. Nuk është ndërtuar piramida mbi sistem vlerash. Mbi sistem vlerash. Nga ana tjetër dhe vetë shoqëria nuk e do shumë meritokracinë në vend. Nuk e do. Prandaj ta bëra pyetjen, domethënë resurset njerëzore pse? Nuk e do sepse është një lloj trashëgimie e kohëve kur ne vetëm flisnim dhe rinim kafe, kur ne vetëm tregonim historirat e botës dhe një pjesë nuk dinte as gjuhë tuaj, kështu dhe i konsumonin në kafe, e kështu. Dhe shteti ka logjik tjetër. Atë që filluan italianët ta bënin, gjermanët nuk mundën se kishin problemet e tyre. Komunistët e bën sipas mënyrës tyre, ngritën një strukturë krejt efikase për vlerat e tyre, por që dora dorës pan që vlerat që ata futën, që atribuan, e emancipuan shumë shoqërinë shqiptare, por kjo mund të vazhdojë një farë kohë, kjo nuk mund të vazhdojë pafundësisht. E di çfarë po u them me një metaforë, me që ju e pëlqeni shumë futbolli. I keni parë futbollistët e Brazilit pse dëmtohen aq shumë? Sepse kanë strukturë kocëkore shumë të dobët, një pjesë e tyre që vinë nga familjet e varfra. Dhe kush vinë në Europë kanë muskuj, forcohen, por dëmtohen vazhdimisht. Kurse futbolli anglez është anglezët nuk dëmtohen. Shumë të fortë, edhe ka futbollin më të ashpër. Dhe luftojnë deri në fund sepse kanë strukturën, mënyrën se si janë përgatitur me radhë. Është sistematike, domethënë. Kështu që ne kemi një strukturë të dobët shtetërore. Kemi strukturë të dobët dhe strukturë të bërë me reforma, me aksione, me fushata. Dhe zoti Rama nuk i shpëton kësaj. Aksion për pastrimin e kësaj aksion. Pastrimi duhet të jetë në ADN-n e çdo njeriu. Mos të marrësh pronën e zotit Demalie ose të dikujt tjetër, duhet të jetë në ADN-n e atij që ashtu. Mos të ofendosh tjetrin, duhet të jetë në ADN-n e njeriu. Megjithatë këto i ka pas dhe bota këto probleme ben kur vje puna kur thu për rrëmbin me pronës e këtë, por ndryshe nga bota ka vu tull mas tull dhe e ka nrejt strukturën. Ne është kjo që ne vazhdojmë edhe sot me aksione, mbas 100 sa vjetësh shtet, ne vazhdojmë gjërat me aksion dhe këtë drejtësi që duhet vendosim tash, që pa diskutim duhet vendoset tu drejtësia, pa diskutim ka korrupsion dhe duhet vim borë që është bo gangren për shtetin dhe është e dukshme, por nuk bëhet me aksion. Bëhet me institucione dhe ne de facto nuk kemi mundur ngrim institucione të konsolidume, serioze dhe të pavarura. Po, edhe kjo ka një shpjegim. Për të ngritur strukturat të tilla, dhe do jap një rast me Amerikën, është një shembull për Amerikën që një koloni, tash do më falni që nuk e kujtoj termin e sakt, arriti që t'i bënte kanonet e qeverisjes, ishin njerëz zakonshëm. I bën anije, gjatë rrugës që po shkonin në Shtetet e Bashkuara. Dhe me atë ngritën kanonet e shtetit. Tani është si temë që studiohet në filozofinë politike. Tek ne, modeli më i mirë që ka ekzistuar ka qenë modeli Osman, sepse ata ndetën 500 vjet, kishin strukturat e tyre, pa çfarë thuhet, dhe ata krijuan probleme tek ne, po kishte një strukturë. Patjetër, administrimi, edhe struktura administrimi shumë të fortë. Po, ata na mësuan dhe korrupsioni dhe gjërat, por ishte në sistem kapilar, që ata llogaritë që në shekullin e 15 kishin defterët
për taksat, për strukturën e familjeve, për mënyrën e organizimit të fshatrave shqiptare e me radhë. Modelin më të mirë në atë model kemi dhe modelin e kohës komunizmit, që nuk shkoi shumë, edhe pak modelin e kohës Zogut, por dhe Zogu bëri atë gabimin që po bëhet sot. Çfarë? Nuk mund të implementosh siç quhet sot një premis shumë e mirë që e mori në mos gaboj kodin civil francez. Edhe zvicerian, po. E zvicerian. Kodin. Por ato janë përshtatura për individin zvicerian dhe individin francez. Po flasim për individ të cilët kanë lexuar Jean-Jacques Rousseau. Dhe ju e dini Rousseau kanë dhënë në Zvicër e kështu. Po patjetër, ata i kanë vendosur themelin. Dhe ti nuk mund t'i bësh për një popullsi shumë anarkike, një popullsi e cila nuk njeh rendin, nuk njeh rendin. Klanore. Po, gati klanore. Dhe këto situata po nxjerrin krye, prandaj dhe ne më shumë e perceptojmë situatën me frym se sa me arsye. Dhe prandaj zonja në fjalë duhet të jepte dorëheqjen, të kuptonte të paktën peshën e madhe që ka. Po edhe rrokullisjen nga pushteti, duhet mësohesh me këtë. Ben, ju para pak prekët Partinë Demokratike për çajin e saj që unë kam pyetje. Po. Dhe gjithë kjo domethënë është pasojë dhe kjo që do të me Ramën sot sepse ishte siç tham po t'i kapë vrap dhe Berisha nuk mundi të ngrej një shtet modern, ai prap ndreti një shtet klanor, korrupsionit, gjitha. Tani ben para disa ditësh u bë, se kemi diskutuar dhe përpara, u bë prap një shfaqje maskarad, do të themon, për 35 vjetorin e lëvizjes studentore që ne kemi diskutuar që për mu nuk është lëvizje në koncept i herë, sepse lëvizja ka shtrirje në kohë dhe në hapësirë. Ku ishte koha dhe hapësira që u bë lëvizja? Për 2 ditë u bë partia, dolën ca studentë aty, shkoi Ramizi i tha, duam pluralizmin, e keni, tha merrni, duam parti, bëjeni, tha, duam shtyp lirë, bëjeni. Don ishte organizu ai pluralizëm, ishte kriju se si do të bëjë dhe si do të bëhej loja, si do të diçi nga Komiteti Qendror që tash i din gjitha. E para, këto dolën mas 35 vjetësh, njëri thot kështu, tjetri thot kështu, domethënë nuk kanë një rakordancë dhe një vërtetësi në atë që ka thënë dhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Berisha gënjen në mënyrën më skandaloze kur thot që unë që në vitet 88 kam kundërshtuar regjimin dhe kam thënë vota e lirë është, liria është vota. Përmendin Azem Hajdarin, nuk akoma mas 35 vjetësh, pastaj sulmojnë Preç Zogën për spion sigurimit shtetit dhe një kohë që vetë këta e kanë marrë Preç Zogën, ka qenë kryesit PD-s, ka qenë krijuesi RD-s, ka qenë pas prap ministër, e kanë marrë prap për ta futur në PD. Kujt ja thon këto? Çe din këtë popull? Budallaj din këto? Ne që jemi bashkohës si herë dim shumë mirë tyre. Por mas 35 vjetësh, ajo që unë them, se njeriu gënjen paktën kur fiton diçka. Çfarë fitojnë këto sot mas 35 vjetësh me këto gënjestra dhe çfarë mendojnë këto se do të mbajnë me këtë simbolik të rremt dhe qesharake? Mbas disa ditëve të gjitha janë harruar. Dhe ju keni parë që gjithçka është harruar. Dhe më vjen mirë. Ky vetë Azem Hajdarit i ka thënë spioni i sigurimit të shtetit, ja ka shkruar, ja ka qitë. Njerëzit nuk kanë kujtesë mendoj këto? Jo, kanë. Më vjen mirë që ju keni kapur një koncept, sepse gjithmonë kur logjikon, po kape konceptet e zbërthen më thjesht. Është si një element matematik. Ju thoni me shumë logjik, po të ishte lëvizje do merrte kohë dhe do kishte hapësirë. A nuk ishte as kohë as hapësirë sepse u bë tek qyteti studentëve dhe kërkonte thjesht problemet të thjeshta, të themi infrastrukture. Dhe në 3 ditë është e pamundur të bësh një lëvizje dhe fakti e tregoj që njerëzit që kanë qenë atje e sot e kësaj dite nuk e din kush i ka caktuar të ishin. Thonë që janë bërë nga 2, po me çka kuptohet. Një pjesë të njerëzve duket që janë caktuar dhe kanë qenë të katapultuar për të qenë atje. Dhe po ta ndiqim me kujdes, akoma
Ora, e Majdari një natë përpara ka qenë i arrestuar. Po. Janë gjitha pse nuk i hapin. Po. Dhe në Ukrainë se ka thonë lajmëroni Xhelil Gjonin. Dhe e kanë liru, ka ardhur aty. Janë gjitha deduksionet e një arsyetimi fare normal që të çohet ku janë, sepse lëvizja që bëjmë të dy lëvizje, rreth parë do të ulemi të pimi kafe, të shprehemi idetë tona. Pastaj të fillojmë grumullojmë njerëz tjerë, marrim 1 2 3 4 10. Don ku që kjo lëvizje underground ose big ground, on ground, ku ishte kjo? Pastaj a mund krijohet me lëvizje me njerëz që nuk kishin taku kurrë njëri tjetrin? Po. Por ajo që më bën them sa idiot janë, sepse përfitim kanë sot. Sot ti ke një brez që ka qenë 10 vjeç, janë 45 vjeç, 50 vjeç, as duan me ditë për atë 10 orë. Pastaj ai 10 orë, ja ku është produkti i atij 10 orit, Partia Demokratike sot. Jo, unë besoj është dhe diçka tjetër. Sot e kësaj dite nuk ka një histori mirëfillit asaj. Unë mundua të tregoj diçka zoti Presh Zoga. Me fillimet, ja kam lexuar. Po, por pati ishte skandal. Pati shumë feedback jo të mirë për të. Po s'ka si të ketë feedback kur ti gënjen për gjëra, do të krijosh gjëra që nuk janë. Qartë. Ne këtu kemi qenë gjithë më vend, këtu kemi jetu. Po. Tirana ka që ishte, ne i njihshim gjithë. Unë do të them edhe diçka, po mos ishin qytetarët e Tiranës lëvizje, ta quajmë lëvizje, domethënë protesta do kishte mbetur aty. O ben, ajo ishte një frym që erdhi nga shëmbja gjithë kampit lindor, Dakor. nuk ka pas filozofi politike, nuk e pas njerëz për të përgatitur për një filozofi politike. Për të qenë sinqert, stresat e përsekutuara ishin më të friksuar. Po. Dhe gjithë nuk u paraqiten dhe fakti si përfundon stresat e përsekutuara, përfundon ke Besim Dregjoni që ka qenë i bashkimit profesionale në përfaqësoi ky shtretës e përsekutuara dhe tash donte të bëjë avokati i popullit dhe këto tallen me këtë. Pra ne kemi ngrit një gënjeshtër të madhe, po nuk jetojmë dot pa gënjeshtër. Po kjo ka krijuar një precedent, një kulturë shumë të keqe. Nuk krijojmë dot pa gënjeshtër. Tani do t'ju them diçka. Ka një organizim i cili duket që nuk është bërë nga ata dhe ka ende një element, akoma nuk janë zbardhur faksimilet asaj që ata kanë thënë atë ditë përballë Ramiz Alis. E dyta, dy njerëzit të cilët kanë folur më me logjik ishte Zep Prosi, që kishte formim juridik, dhe Shinasier Rama që ishte më i madh se të tjerët në moshë, edhe që ishte për shkencat politike. Të tjerët dukeshin që kërkonin gjëra fare pak kështu dhe zoti Meçe një moment që thotë që do na lejoni të bëjmë parti tjetër. Ai tha, bëjmë. Po, pra ato i kërkojnë bëjnë, po si keni shku tash? Se ben fal se kjo është si ti shkon ke ai diktatori, ti kërkosh ai ti jep gjitha dhe ty thu përmbysëm regjimin kur ai e mban regjimin dhe e kontrollon. Dhe fakti fitoi zgjedhjet e marsit 91-shit me 70%. Pra, kjo është duhet ore jam dakord të themi. Kjo ishte situata, nuk di ishte rrugë tjetër, kjo ishte Shqipëria, ishte pa përgatitur me vendet e lindjes, ne nuk kishim as disidencë as gjë. Persekutimi këtu ishte mizor, krahasuar me lindjen ishte ferr paraparajsës. Do ne nuk pranojmë vërtetët, po duam të paraqisim heroizma nga kush? Nga laket dhe spiun e kishë bën regjimit. Por edhe kjo ka një synim. E para që në këtë vend askush nuk do që dikush të ketë protagonizëm. Ka protagonizëm vetëm individi i cili vdes. Dhe kjo ndodhi për shembull në luftën e Kosovës. Në qoftë se nuk do vdiste në Prekaz Ademi Ashari me familjen e tij, më besoni ai do ishte tani njeri i harruar dhe do ishte duke punuar tokën atje. Që do të thotë në kohën e Hagës tani po dalin që ata jo vetëm janë të paorganizuar, po tek e fundit që kanë frikë nga njëri tjetri. E njëjta gjë po del edhe këtu. Edhe që ka qenë e vërtetë. E vërtetë. Dhe problemi është ai që tham pak më përpara. Ne kemi akoma një organizim tribal modern. Do më thënë kemi akoma atë mendësi, kemi akoma mendësi për të penguar njëri tjetrin dhe mbi gjitha nuk dim të formojmë
Dhe duam të jetojmë mbi mite urbane. Po, dhe mendoj ben që akoma nuk jemi formësu si këmbë. Po besoj që kombët formsojnë gjithkohën, provojnë, formojnë, po neve jemi akoma të dobët për kombin tonë dhe më vjen keq se po ofrojnë stuira shumë të mëdha për gjithë kontinentin. Dhe kombi jonë duhet përgatitet për trandje të mëdha. Më kujto thënien e Patër Anton Arapit kur majti fjalimin e regjencës në parlament, që tha kush mendon që Patër Anton Arapi ka bërë për lek një fjalim ekselent dhe unë them do të gjyku në kontekstin e kohës. Dhe për ta bërë shkurtën thot, jetojmë një kohë ku të mëdhejt po kapen me njëri tjetrin, thot me thonj dhe na të vejglit thot duhet të ruhemi mos të ham na i shkel me hup kretë si kohë. Dhe kjo më kujton këtë, tani pa afrojnë këtë vështira dhe është e vërtet. Opozita ka nisë foltoren dy ben me një pjesëmarrje që nuk përbën lajm. Megjithëse ndërpritet të gjitha emisionet televizive për transmetuar live një gjë pa jetë. Ku e çon kjo rrugë opozitën, kur brenda saj shikohet një fragmentarizim tjetër, i mëtejshëm, dhe një kaos brenda kryesisë dhe grupit deputetëve që u duk qartë me firmat për avokatin e popullit, ku i dilnin 200 deputet PD-s për firmat kishin vënë të gjithë kandidatët. Pra një njeri kishte vënë 3 herë tjetër. A mund të merret serioze kjo parti? Dhe ku po shkon kjo parti? Sigurisht nuk mund merret. Në mendimin tim Partia Demokratike ka kohë që ka mbyllur misionin e saj. Por ka fatin e madh që duken që njerëzit e Partisë Socialiste duan që ta mbajnë për interesin e tyre. Me çka kuptoj, ndryshe nga unë mendoj që pikërisht mos pjesëmarrja përbën lajm tek Partia Demokratike, se tregon që partia kryesore e opozitës nuk mbledh dot njerëz. E para sepse njerëzit duan të shikojnë një dritë në fund të tunelit, dhe e dyta, individët që përfaqësojnë Partinë Demokratike janë jashtë arealit mendor të publikut shqiptar, që çfarëdo që thonë është një pjesë qytetare e cila po vetë emancipohet. Nuk e emancipon politika shqiptare, po vetë emancipohet. Vetë emancipohet, e vërtet. Gjuha e huaj, dëshira, demokratizimi, shpirti mirë, shqiptari në thelb është dalja në përbot, hapja. Dalja në përbot, po shqiptari është qenie punëtore në thelb. Dhe të paktën shqiptari nuk do që t'i japësh, shqiptari do që ta marri me nder. Dhe për shembull Konica thoshte dikur, nuk e kuptoj si shqiptarët nuk punojnë këtu, dhe shqiptarët ishin njerëzit që punuan, që hapën kanalin e Korinthit, thotë. Ka qenë një nga veprat inxhinierike më të mëdha të kohës. Po jo më edhe sot në botë, i ke shqiptarët. Janë punëtorë. Nga me të 30-50 shqiptarët punojnë në botë, edhe janë shumë cilë, mos shifti raste që ka shkëputur. Këtë thelb nuk kuptojnë tek Partia Demokratike, para sepse demonstrojnë pasurinë, për shembull, nuk ishte zonja Topalli, pse ta tregonte atë luks madh, mund ta tregonte për veten e vet në qoftë se nuk ishte deputete. Duhet ta kishte këtë lloj logjike. Vërtet është festimi familjes saj dhe nuk mund të ndërhyjmë, por ke një tagër zyrtar, duhet të ruhesh për arsyen e vetme sepse është një parti që të shikon. Ben, po ti ke edhe aktorët Hollywoodit, njerëz më që dasmat e tyre i bën në përkësillat në mënyrë private, biles nuk duan kamera, porosisin mos marrin telefona sepse duan privatësinë e vet. Kurse ajo që ka bëri Josefina Topalli është një çfaqje e ulët e vanitozitetit, aq më tepër një deputete që del dhe fol në parlament për varfërinë. Po. E kuptoj çfarë, domethënë ku e kanë arsyen këto, këto kanë kalu, këto nuk janë jashtë realitetit. Po, por ndërkohë ka diçka që kjo lloj strategjie Zotin Berisha e bën që të kërkojë të jetë faktor, sepse Zotit Rama, edhe këto pak vota që i duhen nga opozita, patjetër do i peshkojnë nga këta. Dhe Zoti Berisha e para për të treguar që s'ka aktivitet politik, do mundohet që ta gjej faktorizimin politik në ndërmjet protestave. Dhe beson ka ato lëshime që Zoti Rama do bëjë me kalimin e kohës ndaj atij. Por për fatin e keq të vetin,
po shikon që përcjellja publike është jashtëzakonisht e vogël dhe goditjen e parë të madhe mori nga eksponentët e Partisë Socialiste që i thanë nëse nuk vjen deri në fund të datës 20 në mos gaboj, atëherë ne procedojmë vetë për komisionin territorial dhe komisionin tjetër. Që në një farë mënyrë është cinizëm i pushtetit, por është dhe cinizëm që i tregon që ju tek e fundit nuk përbëni më faktor. Unë kam një ide në të gjithë këtë që po ndodh që nuk është çudi që zoti Rama të provokojë zgjedhje të parakohshme. E para për të krijuar një modul të ri të qeverisës së tij. Kam menduar dhe unë dhe kam thënë. Po, e dyta edhe do t'i bënte mirë. Po, e dyta edhe për një element tjetër. Legjislatura që i ka sjell, dhe unë besoj që nuk i ka sjell vetëm zoti Rama, po ja kanë sjell edhe njerëz të tjerë që i kanë propozuar. Me çfarë po dele është legjislaturë shumë e dobët. Dhe zotit Rama do i duhet një legjislaturë më me prestigj për të plotësuar akuisin e Bashkimit Evropian, që patjetër do duhen dhe votat e deputetëve të Partisë Demokratike. Dhe besoj që dhe zotin Berisha nuk do i lëri më njëri që në listat e mbyllura të fusi thjesht paterica nga partitë e tjera që nuk e justifikojnë me votat që marrin dhe të lëri jashtë për shumë individ që përfaqësojnë interesa vërtet të djathtëve. Por për fatin tim, për fatin e tyre të keq, unë besoj që Partia Demokratike s'është më e djathtë si përfaqëson më as për ndekurit, as të persekutuarit, as pronarët mbi të gjitha. As pronarët, ka qenë partia që grëposi pronarët me ligjin 7501. Beni të kthehemi pak ke Kosova, që ta lidhe me atë që thatë ju për kontinentin nuk po duken kohët mira, re të zeza po vinë. Kemi zgjedhjet në Kosovë pas 10 ditësh. A mendon se Serbia po shfrytëzon luftën në Ukrainë për të rritur ndikimin e saj politik në Kosovë, veçanërisht në periudhën zgjedhore, dhe ekziston rreziku që në kontekstin e luftës në Ukrainë Serbia të përdor presione ose të bëjë ndërhyrje hibride për të ndikuar procesin zgjedhor në Kosovë? Patjetër që do bëj këtë të fundit, që do ndërhyj. Serbisi duhet vetëm një përgjumje e NATO-s dhe evidencat që dolën tani nga një nga të akuzuarit që kishte hedhur në erë kanalin e Lepencit, Iber Lepencit, ishte që ne kishim kohë që përgatiteshim, ishim 120 veta paramilitar në kryesimin e Radojčić, dhe i thoshte që do presim se do fitoj Trump dhe pastaj do vendosim. Që do thotë, Serbia jo vetëm ka kanalizuar dhe ka dislokuar një pjesë të madhe të armatës saj në kufi me Kosovën, po përgatitet nëpërmjet incidenteve që ta bëj veriun e Kosovës inaktiv. Kemi një problem tjetër të madh që në dokumentin e sigurisë që ka bërë shteti Amerikan tregon një qasje krejt të re të situatave. Dhe patjetër që do jenë dhe për disa kohë në Kosovë, po askush nuk parashikon që sa kohë më tepër do jenë. Ekziston një hipotezë që Kosova mund të pranohet a priori në NATO, por kjo hap pak diskutim sepse që të futesh në NATO duhet kalosh kartën e Adriatikut, dhe Kosova akoma nuk është në kartën e Adriatikut, dhe dyta, duhet kesh kufirin të siguruar, do të thënë të rregulluar me shtetet fqinje. Dhe t'ju them një element që ndoshta mund të duket përqeshur. Kosova nuk ka bërë akoma rregullimin e kufirit me Shqipërinë, jo me Serbinë. Është përqesh, por ato pronat lokale, për shembull ai fshatari që është atje nuk e ka lehtë për shembull që të thotë që ta jap ty tokën se ti je shqiptar ose unë t'i jap atij se është kosovar, dhe këto janë gjëra shqiptari i Kosovës. Po, nuk janë aq të lehta. Por ekziston ideja dhe zotit Rama do i duhet që në vitin 2027 që do jetë mikpritës i summitit të NATO-s, që të ketë lajme të mira dhe për Kosovën, në sensin që Kosova të jetë o në prag të futjes NATO-s, o të jetë antare a priori e NATO-s. Por frika është ajo që thatë pak më parë,
të ekzistojë projekti Bashkimit Evropian apo jo. Dhe ky Bashkim Evropian, që në vërtet na duket fantazm deri tani, ky i ka vendosur masa bllokuese Kosovës që prej 3 vjetësh, ndërsa Serbia nuk ka, domethënë, masa bllokuese. Dhe domethënë sërish jemi viktima të mungesës së vizionit, mungesës strategjive dhe të politikës beraktariste. Po. Dhe 2 pyetje shkurtra, po në lidhje me Kosovën. Si e shihni rolin e Rusisë përmes Serbisë në Kosovë, duke pasur parasysh luftën në Ukrainë dhe zgjedhjet në Kosovë? Po. Rusisë i duhet shumë ekzistenca e Kosovës. I duhet shumë sepse do ta përdori mënyrën se si mori statusin Kosova për pjesët që kanë shpallur pavarësinë gjoja afër saj. Jo vetëm në Ukrainë, po dhe janë disa krajinat, janë disa kinse republika që një vetëm Rusia dhe satelitet e saj. Dhe nëpërmjet Kosovës po i bën një presion indirekt edhe Serbisë. Serbia në momentin që po flasim është në një nga sikletet më të mëdha të historisë së saj, sepse është duke u bllokuar kompania kryesore e energjisë, NIS-i. Dhe ajo rrezikon jo vetëm furnizimin, po dhe pjesën e energjisë së tyre. Dhe aty aksionerët janë rusë, presioni është amerikan, dhe i duhet që brenda një kohe të caktuar të gjej modalitetet se si ta marrë përfundimisht nga rusët këtë kompani, sepse një pjesë aksionerëve janë rusë. Dhe duke përpjekur për të dalë nga vasaliteti rus dhe duke gjetur modalitetet të reja, aksesimi energjie nga Hungaria, nga Maqedonia, Serbia do e ketë ose do e të detyruar që ta ketë Rusin brenda saj. Dhe Rusia po luan jashtëzakonisht në mënyrë interesante në Ballkan, edhe shfrytëzon Kosovën, por nga ana tjetër në bashkëpunim me Serbinë e përdorin Kosovën për çdo lloj karte. Patjetër që do ketë ndërhyrje nëpërmjet. Maqedonasit e gjetën ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e tyre. Zgjedhjen, Po. A ka sinjale konkrete që tregojnë këtë ndërhyrje ose ndikim të jashtëm në zgjedhjet Kosovë deri tani? Ka në pjesën paramilitare të tyre, element që kanë kapur, domethënë, më shumë infrastrukturë, duket që është infrastrukturë që është përdorur nga Rusia. Dhe këte kanë gjetur shumë sakt në Kosovë. Dhe për fatin e madh ju e dini që Kosova ka një element shumë të madh që Kosova aksesohet nga shërbimet nga më interesante dhe më të zonjat në botë. E fundit, Ben, a mendon se zgjedhjet e 28 dhjetorit në një datë çuditshme, më së fundit do të jenë zgjedhje për Kosovën? Kjo është pyetje e vështirë, por besoj në mendimin tim po, sepse shikoj që PDK-ja ka bërë zgjidhje shumë interesante. Zgjidhje të cilat e afrojnë jashtëzakonisht shumë me heqjen e vijave të kuqe. Duke hequr vijat e kuqe ka mundësi që të bëj koalicion me vetëvendosje dhe ta kalojnë atë pragun e krijimit të qeverisë të zotit Bedri Hamza, që është tani kryetari i ri PDK-s, sot ka qenë në Hag madje për takuar krerët historik të partisë së tij. I duhet për ekzistencën e vet politike dhe i duhet që PDK-n ta hypi sërish në pushtet. PDK-ja ka qenë në pushtet kur ishte zoti Thaçi, kurse ka kohë që nuk është në pushtet. Dhe i duhet që të mbajnë të karikuar dhe militantët e tyre. Dhe ata shkojnë deri diku me vetëvendosjen. Ben, faleminderit. Faleminderit juve. Gëzuar festat e fundvitit.